Në këtë episod të ri shohim Demirin i cili mbetet i habitur dhe i tronditur në momentin kur kupton të vërtetën. Gjani ka marrë tapin e shtëpisë së Shahinit, ndërsa Tufan e ka tradhtuar. Ajo që për Demirin ishte vetëm një dyshim, tashmë kthehet në një goditje të fortë që e le pa fjalë. Me qetësi por me një siguri therse, Gjani i drejtohet Demirit dhe ja bën të qartë se sado që u përpoq, ai nuk arriti të marrë konakun. Fjalët e Gjanit bien si një vulë mbi humbjen e Demirit, duke treguar se loja është mbyllur dhe se fati ka zgjedhur anën e vet. Nga ana tjetër, Fidan përpiqet me çdo kusht të bindë Shahinin se Kaja duhet të dënohet me burgim, duke këmbgulur se Zerini bëri një gabim të madh që nuk dëgjoi baban e saj e xhmelin dhe nuk pranoi të dëshmonte kundër Kajas. Megjithatë, Shahin përpiqet të qetësojë nënën e tij, duke i shpjeguar se Kaja nuk veproi për interes personal, por thjesht u përpoq të mbrojë Zerinin nga një situatë edhe më e rëndë. Për Shahinin kjo është një çështje faji, por një përpjekje për të shpëtuar atë që donte më shumë. Kjo përplasje mendime shtellon edhe më shumë konfliktin, duke treguar se e vërteta ka shumë anë dhe se drejtësia nuk shihet njësoj nga të gjithë. Në shtëpinë e Shahinit mbërrin Kadiri, njeriu i besuar i Xhihanit, i cili sjell me vete tapin e konakut. Dokumenti zyrtar zbulon se prona është tashmë në emër të Shahinit, një lajm që trondit dhe ngre shumë pikpyetje. Kadiri shpjegon se Xhihani bëri gjithçka të mundur që konaku t'i përkiste ligjërisht Shahinit, duke e zgjedhur çështjen me dokumente të rregullta. Në pamje të parë duket si një gjest i drejtë dhe i pastër, por Fidan nuk bindet, edhe pse faktet janë përpara syve të saj. Ajo këmbgul se në këtë histori fshihet diçka më shumë, ndoshta edhe një kurth i përgatitur nga Sadakati. Ajo nuk arrin të besojë në mirëdashjen e Xhihanit dhe dyshimet e saj vetëm sa thellojnë tensionin brenda familjes. Gjan shkon të vizitoj vëllain e tij Kajën në paraburgim. Me zë të qetë ai e siguron që të mos ketë frikë, sepse do të bëjë të pamundurën për ta nxjerrë prej aty. Prania e tij i jep Kajës forcë në një nga momentet më të vështira të jetës. Gjatë bisedës, Gjani jep lajmin se konaku tashmë është në pronësi të Shahinit, një zhvillim që ndryshon shumë gjëra dhe sjell shpresë mes gjithë kaosit. I prekur thellë, Kaja e falenderon Xhihanin për gjithçka që po bën për të. Ai rrëfen se gjithmonë e ka parë Xhihanin jo vetëm si vëllain e madh, por edhe si figurën e babait, ata që e ka mbrojtur dhe ka udhëhequr në çdo hap. Gjan shkon në konak dhe përballet drejt për drejt me nënën e tij. Me tone të ashpra ai thotë se përpaka ajo do t'ia kishte shitur konakun Demirit, armiku të tyre më të madh. Gjani thekson se po të mos ishte Alia, gjë që e njoftoi në kohë, sot konaku do t'i përkiste Demirit. Më pas ai bën të qartë vendimin e tij. Konaku tashmë është në pronësi të Shahinit. Ky lajm ndes me njëherë zemërimin e Sadakatit, e cila e asaruar, e pyet pse ai dorëzoi konakun Shahinit. Pa hezitim Gjani përgjigjet se kjo ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Pas largimit të Xhihanit, Sadakati drejtohet Alias, me tone të ftohta dhe plot dyshim. Ai thot hapur se nuk beson në qëllimet e saj të mira, duke akuzuar se po përpiqet të manipulojë Xhihanin për t'u akmarrë ndaj saj. E mbushur me zemërim, Sadakate kërcënon hapur Alian, duke i thënë se nuk do t'ja dalë dot dhe se planet e saj janë të destinuara të dështojnë. Alia e habitur nga këto akuza, i përgjigjet me qetësi kjo nuk është mënyra e saj e akmarrjes, duke lënë të kuptohet se ajo ka zgjedhur një rrugë krejt tjetër nga ajo që Sadakati imagjinon. Alia qëndron pranë vajzës së Dilaverit, Sejdës, e cila qan me dënesë për fatin e saj të rënd. Ajo po detyrohet të martohet pa dëshirën e saj, ndërkohë që është refuzuar nga Xhihani, duke lënë zemërimin e saj të thyer dhe pa shpresë. I prekur nga kjo situatë, Xhihani jep urdhër të prerë që të njoftohet babai i vajzës dhe ajo të merret mbrapsht, duke mos pranuar që kjo padrejtësi të vazhdojë. Por Sadakat kundërshton ashpër, duke kërkuar që një gjë e tillë të mos ndodhë. Megjithatë, Xhihani shpreh vendimin e tij pa hezitim, duke mos e lënë Sadakatit asnjë rrugë tjetër. Sejda mes lodhës i shpjegon Ajlës se ajo nuk ishte në dieni që do të vinte në familjen Alboran si nusja e dytë e Xhihanit. Me zë të dridhur ajo i kërkon falje Aljes, duke u ndier fajtore për një situatë që nuk e kishte zgjedhur vetë. Por Alia i përgjigjet me qetësi dhe mirësi, duke i thënë se nuk është faji i saj. Ajo i ofron mbështetjen e saj, duke i treguar se nuk është vetëm dhe se nuk do ta mbajë mbi supe një barë që nuk i përket.
Gjani kërkon Sadakatit që të mos vendos me për jetën e tij dhe të kthejë mbrapsht vajzën e Dilaverit, duke urdhëruar që vetë Dilaveri të vijë dhe ta marrë nga konaku. Por Sadakat reagon ashpër, ajo i thot se nuk do të gjendeshin në këtë situatë, nëse Alia do të kishte përmbushur detyrat e saj si gruaja e tij. Gjan përpiqet të jetë sa më afër Gjan Denizit, duke luajtur me të lojrat e tij të preferuara dhe duke i kushtuar çdo moment vëmendje dhe dashuri. Alia gëzohet pa mas kushe për kushtimin e Gjanit ndaj djalit të saj. Për te këto momente janë dëshmia se dashuria dhe familja mund të triumfojnë mbi çdo konflikte pa drejtësi. Gjatë një bisede Gjani rrëfen Aliës për fëmijërinë e tij, duke kujtuar me mall se si luante shpesh me vëllain e tij Kajën, nën pranin dhe kujdesin e babait të tyre. I shtyr nga kureshtja, Gjani e pyet Alien nëse ka ndonjë vëlla apo motër. Alia me një zë të qetë por të mbushur me dhimbje, i përgjigjet se prindrit e saj biologjik kanë ndëruar jetë dhe se në moshën 17 vjeçare është birësuar nga një familje kanadeze. Gjatë natës, Alia vëren nga dritarja se Sejda po merret nga prindrit e saj. E alarmuar, ajo del menjëherë dhe u kërkon llogari, duke i pyetur pse po e largojnë në mes të natës, pa praninë dhe dijenin e Xhihanit. Ndërsa po largohen me nxitim, Sejda i dorëzon fshehtas një letër Aliës. Në të, ajo shkruan se babai i saj ka ndërmend ta vrasë, për shkak se është refuzuar nga burri. Kur lexon mesazhin tronditës, pa humbur kohë, Alia niset për t'i ndaluar, e vendosur të mos lejoj që kjo padrejtësi të përfundojë në tragjedi. Gjan njoftohet për situatën e rrezikshme dhe mëson se Alia është nisur drejt tyre, pa humbur asnjë çast. Ai largohet menjëherë nga shtëpia e Mines. Sejda gjendet përballë armës së babait të saj, e dorëzuar dhe e përgatitur për vdekjen. Frika dhe dëshpërimi lexohet në sytë e saj, ndërsa ajo pret fundin pa menduar të reagojë. Në atë moment vendimtar, Alia ndërhyn menjëherë, duke i kërkuar babait të Sejdës të reflektojë, duke ja kujtuar se ajo është bija e tij dhe se asnjë turp nuk mund të justifikojë një krim kaq të rënd. Por ai këmbgul me zemërim duke thënë se ndihet i turpëruar para fisit, sepse vajza e tij është refuzuar nga Gjani. Gjan bëri në momentin kritik dhe i drejtohet Dilaverit duke i kërkuar me ngulm të reflektojë. Ai vërteton hapur se me vajzën e tij nuk ka kaluar asnjë natë të vetme, duke u përpjekur të heqë çdo dyshim dhe çdo arsye për dhunë. Por Dilaveri mbetet i palëkundur, i verbuar nga mendësia e tij, ai këmbgul se nuk mund ta marrë vajzën mbrapsht dhe se për te vendimi tashmë është marrë, dënimi i Sejdës është me vdekje. Duke dëgjuar këmbguljen e Dilaverit dhe rrezikun që i kanosen mbi Sejdën, Alia i lutet Gjanit me gjithë zemër që ta marrin vajzën në konak, duke kërkuar që të mos lejojnë tragjedinë të ndodhë. Fillimisht i rezervuar, Gjan reflekton për momentin, por pas përkushtimit dhe qetësisë së Aliës, ai pranon të ndryjë dhe të sjellë Sejdën në siguri në konakun e tyre. Duke para Alien që rikthejnë Sejdën në konak, Sadakati shpreh me ironi dhe mblef të fshehur se ajo po ju përshtatet mirë zakoneve të tyre, duke sjellë gruan e dytë të Gjanit në shtëpi. Tensioni mbush ambientin dhe çdo veprim duket si një sfidë e hapur ndaj